Hello, friends. Welcome back and happy Wednesday. Today it's June 11. I want to show you my lunar calendar 10 rituals in green moon in June. Kështu që po fillojmë me 10 rituals in green moon in June. First ritual, apo rituali I parë, decorated you altar for green moon and like summer moon green. Shiko, unë e kom dekoru këtu me të gjelbër, kom vendos këtu të cilët është për lule, ja ku e kemi green moon, të cilën e kemi bo me këtu, ja ku kemi fleta për një me të gjelbërta dhe e kështu të altari jonë, gjithandej edhe këtu është altari të cilët e kemi disa gjara këtu, dhe ja ku kemi me greeni, shiko këtu kështu me të gjelbër edhe për green moon altar, summer, suenar time. Kështu që shiko, ne dekorojmë, unë me dekoru kështu, dhe ja ku është dekorimi I fletave, qështu, gjithandej, dhe është green moon, qështu, edhe qështu, ja ku kemi qështu, altari jonë, është edhe dielli këtu me sun, edhe ja, kështu. Second ritual, apo rituali I dytë, hëna e gjelbër, green moon, të cilën e kemi bërë, edhe të ta bëjmë tani ceremoninë e hënës plot, ne kemi bërë një you make you green moon, se sa bukur sa mirë, edhe me fleta këtu dekoroni kështu të bukur, dhe vazhdojmë me ceremoninë e bekimit të hënës të plot dhe të fletave të vërteta, real leaf green, edhe shiko dekorimin e saj, kështu si dhe bekoni, kështu si dhe me qiriun, dhe me këtë yllin kështu, ne bekojmë hënën green moon ritual, të të na jep forcën, dhe të na jep mirasin, fuqin, the ceremony of green moon. Ritual 3, apo rituali numër 3, vendosni rrobat me të shkurtra, vendosni rrobat verore, largoni dhe merrni gjërat edhe me green, me të gjelbërta, dhe vishni rrobat me të gjelbërta green, t-shirt green, trenerkat, qështu, shiko, edhe ne kështu me të gjelbërta green, shkak se është green moon, edhe green month, por edhe shiko me gjëra të tjera të bardha, edhe të gjelbërta green, dhe kështu që ti veshë. Vishuni me tesha të gjelbërta, me tesha green, shiko edhe këtu, edhe vendosni varse të gjelbërta, të cilët janë me green, kështu dhe ja ku jeni taman me këtë ritualin e tretë, ju vishuni me të gjelbër, green, ja ku është edhe kjo green këtë, shiko, se sa bukur sa mirë, edhe ja ku jemi tamam për ritualin e tretë, me tesha të shkurtëra dhe me tesha të gjelbërta.
Ritual for the green natyre. Gjithandej është gjelbërt, gjithandej është bukuri. Këto janë pemët e gjelbëruara dhe bari i gjelbërt. Gjithandej janë fleta të cilat po lëvizin. Dhe gjelbrina më kanë zënë vend në vendet dhe në parqet tona. Kështu që shiko, gjithandej është greeni. Green, green, green. Kjo është rituali 4. Rituali 5 e kemi dhe meditimi në natyrë. Kështu që mund të uleni kur dikun gjelbrin, pranë barit dhe pranë fushave këtu, të cilët është gjithmonë, dhe ju mund të meditoni. Kështu që qetësoheni dhe meditation in nature, in a full green moon in a June. Një vend të qetë, që dëgjoni vetëm natyrën. Meditimi në natyrë, rituali 5. Rituali i 6, kënaqësi pranë ujit. Tani kur koha është ngrohur edhe ditët janë të nxehta, për të fladitur pak, për të kënaqur pak, tani shkoni në afërsi të ujit, aty ku e keni të votër, edhe uji pranë lumejve, pranë liçeneve, deteve dhe ju kënaqeni. Kështu që kënaqësi pranë ujit. Ju mund të bëni edhe gjën e dur të cilën bëhet këtu, duke shikuar peshqit apo dhe duke hedhur gur në ujë, kështu që jeni duke e shijuar ujin apo dhe duke prekur ujin me dorë, kështu që ja kënaqësia e ujit këtu të cilën e kemi. Marrim edhe një gur tjetër, mund të zgjedhni edhe gur për shtëpi energjik dhe kështu kënaqësi pranë lumit. Rituali 7 është një ritual tjetër interesant, duke e shijuar, me që jemi të shkurtra, duke e shijuar temperaturat e larta. Ju mund të uleni pranë lumit këtu, apo të uleni dikun tjetër dhe të shijoni rrezet e diellit. Ritualin e 7 është për të marrë rrezet e diellit dhe për të shijuar ngrohtësinë. Si magjistar duhet ta ndjejmë edhe kënaqësinë e ngrohtësisë, kështu që mund të uleni në një vend edhe mund të rini pranë diellit, duke shijuar diellin. Rituali i 7. Rituali i 8, qielli pafund i kaltërt pa re, në këtë kohë zën vend vetëm kaltërsia. Nuk ka re, nuk ka asgjë. Ka vetëm bukuri e qiellit të pafund, të cilët duket tani deri në pafundësi, nëse ke mundësi të hypësh dikun edhe më lart. Kështu që rituali i 8 është qielli i kaltërt, ku tregon se koha tani më nuk ka vend për rret. Ritual 9 apo rituali i 9 është pritja e hënës së plot, dhe ja ku është hëna e plot e cila ne e presim. Shiko ku është it's a day, edhe ja ku është në mesin ton edhe hëna e plot e qershorit, hëna green moon in a June. Welcome, dhe ja ku është. And it's a here. Yeah. Ritual day 9 është waiting for full green moon in a June. Ritual 10
in a present, in a full moon, we prayer. Kështu që ja ku është hëna e plot, edhe ne do të fillojmë me lutjet tona. Jemi këtu në balkon dhe ja ku e shohim hënën e plot dhe we prayer. And this is a ritual 10, the last ritual in a full moon, green full moon in a June. And we now prayer. Dhe kjo është njëra prej ritualeve apo rituali i dhejtë, lutjet e mbrëmjes përballë hënës së plot. Okay, this is it for 10 rituals in a full green moon in a June. Gjithë ju që pëlqeni videot e mia bëni like, e bëni subscribe për të gjitha videot e mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.